Stina e vjeshtës tashmë ka trokitur dhe me të ka nisur edhe virozat e shpeshta, sidomos tek më të vegjëlit, pra tek fëmijat. Shëndeti mbetet prioritet për të gjithë ne, ndaj sot kemi edhe të ftuar një studio, një zë kompetent, një profesionist që do na ndihmojmë edhe ta kuptojmë më mirë se si të kujdesemi për veten dhe për më të afërmit tan. Kemi kënaqësinë të prezantojmë sot doktor Abdulhamid Kasamin, i cili do flas me ne për virozat e stinës, vaksinime dhe mënyrat më efikase të parandalimit të virozave. Doktor, na falni që ju nxorëm pak nga jo rutina dhe nga ndihma e qytetarëve, po edhe këtu duhet pak t'ju ndihmojmë atyre nëpërmjet zërit tuaj. Faleminderit shumë që jeni pjesë e jona. Për ftesën edhe mundësinë, po edhe faleminderit për pak pushim për punës përditshme. Shumë pak. Virozat e shpeshta cilësohen tek stina e vjeshtës, pra cilësohet si stina e virozave. Përse pikërisht në këtë periudhë rritet numri i sëmundjeve respiratore? Ka shumë faktor. Këtu do të cekja faktorët social, faktorët biologjik, po edhe klimaterik. Ndryshon stina, ndryshon shkurtohet dita, shtohet ftohja, shtohet lagështia, domethënë e ambientit edhe atmosferës. Rifillojmë shkollat, rifillojnë punët, zyret bëhen domethënë të mbyllura, më pak ajër. Edhe gjithë kjo ndikon të shtimi i virusëve, normalisht edhe të forca, potenca e tyre për shkaktuar smundje. Këto domethënë janë disa faktorë që kombinohen njëra me tjetrën, edhe këto sjellin edhe numrin më të madh të virozave, ato që e cekët edhe ju, më shumti te moshat e brishta, ose të sëmurët pleqt, ose edhe të fëmijët nën moshën 2 vjeçe, domethënë janë më të shprehura si numër, po edhe si rëndësi, rëndesë sëmundje. Cilat janë ato më të shpeshta që shfaqen tek fëmijëve gjatë sezonit të vjeshtës apo gjatë muajve të vjeshtës? Zakonisht janë rinoviruset, po hasen edhe gripi, hasen edhe adenoviruset, edhe kapin më së shumti traktin e sipër respirator, por edhe traktin digestiv. Domethënë enteroviruset janë të njohura, sidomos nga fundi i verës edhe fillimi i vjeshtës. Këtë periudhë kemi pas shumë kësaj lloje domethënë virusësh. Edhe ambulancat kanë qenë të stërmbushura domethënë me kësaj lloj rast. A është e rrezikshëm fakti që nga anëtarët e familjes kalojnë tek fëmijët, apo edhe anasjelltas nga fëmijët kalojnë virozat tek anëtarët tjerë të familjes? Kalimi nga një antar te tjetri është fenomen i zakonshëm gjatë virozave, edhe kjo nuk mbart në vetveti rrezikshmëri. Rreziku qëndron në atë kur antarët e familjes ku bartët virusi janë të ndjeshëm ose kanë ndonjë lloj problemi kronik, sidomos domethënë astma, spoku ose smundjet bronhitet kronike kështu me radhë. Domethënë kësaj lloj raste kur kemi antar të cilët janë të ndjeshëm, atëherë rreziku kuptohet që ekziston, edhe duhet një vëmendje edhe një vëzhgim më i madh që mos kalojë pastaj në një seriozitet më të madh të sëmundjeve. Si mund të dallojnë prindërit simptomat tek fëmijët të një viroze të zakonshme dhe të një infeksioni, sepse shumica bëjnë edhe ngatrojnë gripin nga viroza, nga ftohja, nga infeksioni. Si mund të dallohen simptomat? Është me vend, për shkak se një ment nuk ka mundësi të dallohet pa pas një njohuri bazë, dhe shqyqyrë Zotit fal juve, po edhe fal ngritjes nivelit shëndetësor, tash gjithnjë më shumë bëhen dallimet. Dallimet janë në gjendjen klinike. Ajo që e dallon një ftohje viros nga një grip është gjendja klinike, edhe këtu mund të ceki temperatura, e cila te viroza domethënë është temperaturë e lehtë, ndërsa te gripi është temperaturë shumë e lartë, domethënë e kalon 3900. Pastaj dhimbjet muskulore dhe dhimbjet e trupit. Te virozat janë të lehta, edhe kombas kohë edhe rikuperohet pacienti, ndërsa te gripi thuajse një javë domethënë e mban për shtrati. Kështu që është me të vërtetë një smundje e rëndë. Pastaj kemi edhe kalimin e disa virozave në pneumoni dhe bronhite, edhe këto është ajo që e rëndon smundjen e një viroze, edhe bëhet akoma më serioze gjendja, dhe këto pastaj kërkojnë trajtim mjekësor edhe trajtim ndoshta edhe spitalor. Mirëpo në esencë, shumica janë viroza të thjeshta, të cilat kalojnë në kushte të shtëpisë,
me mjekime të shtëpisë, alternative, nuk ka nevojë as antibiotik, nuk ka nevojë ndoshta edhe as vizita mjekësore. Kur është situata alarmante? Cila situatë nuk duhet neglizhuar për të dërguar fëmijën tek mjeku? Po. Temperaturë që zgjat më shumë se 3 ditë, temperaturë përmi 39, një plagështi e madhe që nuk e lejon fëmijën të çohet prej shtrati, dehidrim kur fëmiu nuk han edhe nuk pin asgjë, edhe kur kemi dhimbje lokale, për shembull të lokalizuara në vesh, në fyt, në ndonjë pjesë të trupit, me skuqje të lëkurës, me paraqitje të puçrave të lëkurës e kështu me radhë, këto janë shenjat që duhet t'i marrim seriozisht edhe të bëhet kontroll mjekësore, spaku brenda 3 ditëve duhet bëhet kontroll mjekësor. Ka prindër që menjëherë përdorin antibiotikun dhe këto raste janë shumë të shpeshta. Më thoni se cili është gabimi më i madh i veprimit të kësaj dhe çfarë pasoja mund të ketë një gjë e tillë? Duhet jemi qartë se virozat janë të shkaktuara nga virusët, nga e kanë marrë edhe emrin, edhe virusët nuk mjekon me antibiotik. Domethënë antibiotikun që e përdormi është kot, nuk ndikon te virusët. Nga ana tjetër, çdo ilaç, përfshi antibiotikët, kanë efekte anësore te organizmi ku ata përdoren edhe veprojnë, edhe këta veprime ndonjëherë janë të dëmshme, edhe në aspektin social të përgjithshëm, po edhe në aspektin e vet pacientit. Në aspektin e vet pacientit janë të dëmshme për shkak se dobësojnë imunitetin, sidomos imunitetin e zorrës, për shkak se zorra përveç se funksioneve që ne i njohim mirë, ka edhe një funksion shumë të rëndësishëm në mbrojtjen e përgjithshme të smundjeve ose në imunitet. Këtë imunitet ne shumë e dëmtojmë me përdorimin e pa kriter të antibiotikëve. Pastaj rezistenca, e cila është një problem social, një problem mjekësor i madh, domethënë publik. Këtë normalisht ne ja ndihmojmë rezistencës bakterieve me përdorimin e antibiotikëve pa kriter. Mendimi im, apeli im, që mjekët të rezervohen për përdorimin e antibiotikëve edhe t'i përdorin vetëm atëherë kur mjeku do të vendosë. Asnjëherë mos t'i marrin vetë, asnjëherë mos shkojnë barnatore domethënë vetë, edhe të presin pak 2-3 ditë atë që e ceka, se shumica e ftohtive për 2-3 ditë rikuperohen edhe e marrin veten. Kuptohet, nuk shërohen plotësisht, po për 2-3 ditë ngadalë domethënë e marrin veten. Cilat janë metodat më të lehta në shtëpi, se e përmendet edhe më herët, ka metoda në shtëpi të cilat prindërit mund të marrin masa për të rikuperuar fëmijët, cilat janë metodat më të lehta dhe më të shpeshta në shtëpi që mund... Do t'i cekja masat e përgjithshme, këtu është rehidrimi i mjaftueshëm, përdorimi i pemëve dhe perimeve, sidomos pemëve me përmbajtje të lartë të vitaminës C, pastaj frutat arore, të cilat përmbajnë yndyrra të dobishme, po, edhe ata ndikojnë drejt për drejt te forcimi i imunitetit, edhe pastaj disa suplemente, normalisht me rekomandim mjeku, për shkak se edhe te suplementet shohim keq përdorim pa kritere dhe përdorim sasi shumë të madhe. Fatkeqësisht po, tani janë bërë në trend. Janë bërë në trend. Një grusht suplemente. Suplemente duke menduar se do të forcohet imuniteti, që nuk është e vërtetë. Imuniteti nuk forcohet me rritjen e dozave të suplementeve. Imuniteti forcohet me ushqim të shëndetshëm, me rehidrim të mjaftueshëm, me gjumë të mjaftueshëm, domethënë një bioritëm të rregullt ku çdo gjë do ta ketë në vendin e vet. Kjo është ajo baza e forcimit të imunitetit. Pastaj suplementet ne kombaskohem mund si mjek të intervenojmë për ta ndihmuar, mirë, por nuk është bazë përdorimi i suplementeve. Përmendet gjumin, sa ndihmon gjumi dhe aktiviteti fizik në ruajtjen e imunitetit të fëmijëve nga infeksionet sezonale? Shumë. Gjumi është një rikuperues i rëndësishëm edhe bazë, domethënë i organizmet edhe imunitetit në veçanti, edhe pa gjumë ne do të kalojmë në një mungesë gjumi kronik, dhe kjo pastaj një lodhje kronike dhe një dobësim kronik të imunitetit, ku pastaj do të bëhemi në dera e parë e futjes çdo virusi edhe çdo smundje. Kështu që kompenzimi i mjaftueshëm ose gjumi i mirë
kualitativ edhe i mjaftueshëm është shumë i rëndësishëm. Gjithashtu edhe aktiviteti fizik është në këtë rang, do më thonë përmirëson qarkullimin e gjakut, përmirëson imunitetin, rrit rezistencën ndaj viruseve, ndaj bakterjeve, përmirëson humorin dhe antistres është shumë i rëndësishëm edhe është shumë i rëndësishme spaku 30 deri në 40 minuta të kemi aktivitet fizik në ditë e këtu vlen të cekim sidomos te fëmijët, për shkak se jetojmë me një kohë ku ata zakonisht janë të mbyllur brenda mureve të banesave edhe telefonat para syve, kështu që është shumë e rëndësishme që ata të kenë një aktivitet me moshatarët e tyre, një shëtitje në natyrë, një futboll, ku diçka. Kryesorja të ketë një aktivitet se ndikon shumë në rritjen e imunitetit edhe ta kalojë stinën e vjeshtës edhe dimrit shumë më lehtë edhe më mirë. Pa antibiotik të temi. Ca kategori të fëmijëve janë më të ndihshëm ndaj virozave. E dim këtë dhe cili është kujdesi më i veçantë i tyre ndaj virozave që ata mos mbarojnë pneumoni në bronhit, sepse kemi raste ku menjëherë fëmiu kalon në bronhit edhe ajo në pneumoni, pastaj më. Kemi të bëjmë domethënë me moshë. Moshat më të brishta janë deri në 6 muaj, deri në 3 muaj, edhe deri në 6 muaj. Pastaj një shkallë më pak është deri në 1 vjet, pastaj një shkallë akoma më pak është deri në 2 vjet, pastaj kalojmë domethënë në mosha më të qëndrueshme, edhe gjithashtu edhe sëmundjet kronike. Ne kemi shumë kohës fundit shtimin e numrave të fëmijëve me astëm edhe me bronhite kronike, po edhe me sëmundje tjera kronike. Çdo fëmijë që ka një sëmundje kronike është i ndjeshëm. Edhe në këtë rast duhet të jemi shumë më të kujdesshëm se sa në çdo rast tjetër. Edhe te moshat deri në 3 muaj, ne kemi si rregull çdo temperaturë në moshat të foshnjë deri në 3 muaj, duhet brenda 24 orëve konsult mjeku, edhe ne kemi patjetër ta dërgojmë nivele më të larta të shërbimeve shëndetësore për ta sqaruar pse është ajo temperaturë. Te fëmijët mbi 2 vjet mund të presim, domethënë 1, 2 deri në 3 ditë, sidomos nëse temperatura nuk e kalon 38.5. Këto domethënë janë ato moshat më të ndjeshme ku ne edhe si mjek, po edhe si prind duhet jemi më të kujdesshëm edhe më vigjilent. Më vigjilent, po. Cilat janë, se vaksinat janë tashmë ajo më diskutabilja. Vaksinat më të rëndësishme që rekomandohen për fëmijët në periudhën e vjeshtës. Ka vakcina specifike për fëmijët? Po, ka. Ajo është vakcina e gripit, është vakcina e pneumokokut edhe vakcina sipas kalendarit që janë të rregullta. Edhe normalisht në niveli i vaksinimit vullnetar, nëse mund ta quaj kështu kushtimisht, është i dobët, edhe ne rezervojmë ose japim vetëm atyre fëmijëve që janë të ndjeshëm, që kanë sëmundje kronike, mirë po çdo fëmijë i cili ndjek qerdhen ose shkollën në vendet e zhvilluara vaksinohet për ta kaluar më lehtë domethënë sezonin e gripit. Te ne ky vaksinim merret në mënyrë natyrale, domethënë me këmbimin e viruseve mes moshatarëve. Ashtu krijon imunitet. Krijon imuniteti, mirë po normalisht me vështirësi pak më të madhe. A duhet të marrë ata që vendosin për ta marrë si vakcinë? A merret çdo vit vakcina e gripit? Po, vakcina e gripit merret çdo vit, merret para fillimit të sezonit gripit, zakonisht në nëntor. Duhet merret që ta ketë efektin për atë sezon. Nuk është vonë, edhe nëse vonohet, po efektin maksimal të mundshëm të vakcinave, për shkak se maksimalisht 100% nuk ka efekt vakcinat, kuptohemi. Efektin e arrin parafërsisht 40 deri në 60%, për shkak se virusët gjatë çdo stine të ardhshme ata pasojnë mutacione edhe ndryshojnë. Kështu që efekti i vakcinave është i kufizuar, mirë po është mbi 50% që nuk është shifër e vogël. Ka ca prindë që dyshojnë efikasitetin e vaksinës. Ju si mjek, si bini ata që është gjëja e duhur që duhet bërë ata, sidomos tani para sezonit? Është vërtet, ka shumë skepticizëm ndaj vakcinave, mirë po mendimi im është se problemi kryesor qëndron në mos informimin e mjaftueshëm edhe të drejtë të prindërve. Prindërit nuk kanë informacion të mjaftueshëm. Ne kur ulem edhe bisedojmë në për konsultat tona, në për ordinancat tona, domethënë vërejmë se prindët me 2 minuta deri në 5 minuta informacion edhe bindje në thojza, ata pajtohen edhe bindën edhe pastaj marrin veprime për t'i vaksinu fëmijët e tyre. Kështu që ekziston një mos informim
ose një informim i keq, i rrem në opinion, edhe kjo duhet të luftohet edhe nëpërmjet neve, po edhe nëpërmjet mediumeve, po ngritja e vedijes në aspektin e vakcinave. Tash këtu të vlen të theksohet se vakcinat nuk janë pa efekte anësore. Çdo vakcinë ka efektet anësore, si çdo ilaç tjetër. Mirë, po në mjekësi matet sa herë dobia kërshi domit. Edhe këtu dobia është shumë e madhe, vakcinat mund të konsiderohen revolucion në mjekësi, edhe në të vërtetë kanë çrënjos shumë sëmundje të cilat kanë qenë shumë të rëndësishme, të rrezikshme, përfshi këtu paralizën e fëmijëve, përfshi këtu tuberkulozin, frunthin e kështu me radhë. Mirë, po fatkeqësisht prej uljes nivelit edhe shkallës vaksinimit, kohës fundit kanë filluar të rikthehen këto sëmundje, edhe kjo është Kogja alarmante. Temperaturat dhe reagimet pas vakcinave, veç se i dim, kur duhet shqetësuar prindi pas reagimet? Ka një, sidomos sigurisht themi që duhet një periudhë vogël, po kur është momenti që duhet shqetësuar? E para duhet të sqarojmë se ngritja e temperaturës pas vaksinimit është fenomen i pritshëm edhe është normal. Për shkak se kjo është qëllimi i vaksinimit, ne të shkaktojmë një revolucion brenda imunitetit, brenda organizmit, edhe një riformim imuniteti kundrejt atij virusi që është marrë vakcina. Edhe kjo betejë manifestohet me temperaturë. Mirë, po temperatura në kësi rast është e lehtë zakonisht, edhe zgjat 1, 2, maksimumi 3 ditë. Edhe mjekohet me paracetamol, edhe me lëngje, rehidrim mjaftueshëm, më të lehta. Mirë, po nëse kjo temperaturë kalon 39-shin, zgjat më tepër se 3 ditë, apo edhe kemi shenja tjera klinike të rëndësishme si plagështi, përgjumje e madhe, dhimbje e madhe e kokës e kështu me radhë, atëherë këta janë shenja alarmi që duhet patjetër prindi edhe të shqetësohet, po edhe të bëj kontroll mjekësor për fëmijën e tij. Përveç vakcinave, cilat janë masat edhe më të thjeshta higjieno-dietike për të parandaluar edhe virozat tek fëmijët? Për të ndihmuar parandalimin, se nuk parandalohen aq shpejt, po që ndihmojnë. Në një shkallë të marrë mund ndihmohet, po. Masat janë të përgjithshme. Ajo që vlen është higjiena personale, edhe higjiena publike në vendet e qerdheve dhe të shkollave, sidomos ajrosja e shpeshtë edhe mjaftueshme e këtyre hapësirave, edhe edukimi i fëmijëve për mbajtjen e higjienës personale. Kollitjen në faculet ose në krah, edhe normalisht fshirjen e sekretit hundeve, mos prekjen e objekteve me ato sekrete. Pastaj të kemi kujdes fëmijët të cilët janë të sëmur, me shenja tipike për viroz, mos të shkojnë në shkollë dhe në qerdhe, domethënë të izolohen që mos bëhen bartës të virozës edhe të sëmundjes së tyre. Gjithashtu vlen të theksohet rehidrimi, vlen të theksohet ushqimi i shëndetshëm edhe i mjaftueshëm, sidomos, edhe këto janë masat e përgjithshme. Masa specifike e cekëm edhe më herët përdoren suplementet, po ato më rrallë edhe nuk presmi ndonjë dobi kush e di sa të madhe, po, edhe vetëm si ndihmes e masave të përgjithshme. E përmendet edhe në fillim se fillojnë shkollat, fillojnë qerdhet dhe padyshim njerë virozat fillojnë shumë shpejt. E dim që ndodh një gjë e tillë, ndoshta edhe ankthi më i madh i prindërve është në shtator se tani fëmiu do më sëmuret. Çfarë masa duhet të merren nga institucionet dhe nga prindërit që sadopak të kenë sa më pak përhapje të virozave, sidomos në fillimin e janarit, në fillimin e shtatorit, tani kur nga ambienti shtëpiak fillojnë fëmijët me njëherë në shkolla apo në qerdhe? Plotësimi i standardeve në çdo aspekt. Plotësimi i standardeve duke filluar nga numri i nxënësve nëpër klasa, duke filluar nga dezinfekcioni i hapësirave ku ata mësojnë edhe qëndrojnë, duke filluar domethënë nga ajrosja e mjaftueshme, ndrimi i filtrave të klimatizuesve e kështu me radhë, se ata janë shumë të rëndësishëm për përhapjen e baktereve dhe infeksioneve, duke e ngrit nivelin edhe shkallën e vaksinimit,
edhe duke ngritë edhe nivelin e vetëdijes shëndetësore në aspektin e higjienës personale, në aspektin e masave të përgjithshme që i cekëm më herët, për shkak se të ne me të vërtet nuk ushqehemi shëndetshëm, nuk rehidrohemi mjaftueshëm, gjumin e kemi të çrregullt, përdorimi i telefonave është bërë domethënë një problem shëndetësor publik, sidomos për fëmijët, edhe këtu është ajo fokusi ku ne mund të ndryshojmë gjendjen me të vërtetë. A luajnë rol edhe ndryshimet klimatike në shfaqjen sa më të shpesht dhe më të shpejt të virozave? Po, padyshim. Sidomos përhapja e mikrogrimcave, PM2, PM5, PM10, domethënë që gjenden në ajër si ndotës kryesor. Këtu mund të përmendim edhe dioksidin e azotit, mund të përmendim edhe ozonin e kështu me radhë. Të gjitha këto ndikojnë të mukozat e hundës fytit, po edhe të rrugëve të frymarrjes, duke i dëmtuar ato edhe duke i bërë më të ndjesh. Edhe në kësaj lloj ambienti, viruset edhe bakteret e kanë shumë më lehtë për t'i sulmu organizmin edhe për të shkaktuar sëmundje. Te ne jemi të vetëdijshëm se në cilin nivel, domethënë jemi të ndotjes. E kemi tani periudhën ku do jemi qyteti më i ndotur në botë. Kjo është për të ardhur keq, mirë po nuk jemi edhe të vetëdijshëm se sa kjo ndikon te shëndeti. Ndonjëherë nuk janë të menjëhershme simptomat edhe ne mendojmë se nuk ka efekt, mirë po efekti mund të jetë pas 5 viteve, pas 10 viteve dhe pastaj edhe mjekimi i këtyre pasojave të ndotjes së ajrit bëhet edhe më i vështirë, ndoshta edhe i pamundshëm. Jemi në fund të emisionit e duam ju si një mjek, një këshill të gjithë prindërve, të gjithë mësuesve, mësimdhënësve, që po na shohin që fëmijët e tyre të kalojnë sa më shumë në këtë sezon. Cilat janë këshillat e juaja dhe mesazhi? Rekomandimi im edhe këshilla ime është respektimi i masave të përgjithshme për virozat edhe për sezonin. Rekomandimi im është gjithashtu të dallojmë çka është një ftohje e thjeshtë për aty në seriozave edhe për një ftohje të thjeshtë mos t'i zbrazim shkollat edhe çerdhet, për shkak se një sekret i hundës edhe një kollitje është normale dhe nuk do të thotë se është sëmundje. Sipas jush, a mund fëmiu të shkon në shkollë nëse ka një kollitje të lehtë? Po, padyshim. Padyshim mund të shkojë, për shkak se shkalla e transmetimit transmisionit sëmundjes është e vogël, edhe nga ana tjetër në shkallë t'ulët, nëse bëjmë shpërndarje pak të virusave dhe të baktereve, ne krijojmë imunitetin natyral, ato që nuk e kemi nëpërmjet vaksinave, edhe ne nuk bëjmë gjë nëse për një simptom thjesht e izolojmë fëmijën për shkak se prap herën tjetër kur të shkojë të njëjtin reakcion do ta pësojë. Kështu që gradualisht ne duhet ta formosojmë imunitetin e fëmijëve që mos kemi problem, edhe te mësimdhënësit edhe te edukatorët njëjtë. Domethënë mos frigohen shumë prej virozave për shkak se ato janë pjesë e jona, ne jetojmë me ta dhe çdo vit do të takohemi patjetër. Faleminderit shumë doktor, shpresojmë që sa më shumë prindër, sa më shumë të jemi të vetëdijsuar dhe normalisht sa më pak viroza të ketë tek fëmijët, sepse më dhimbsen shumë, sidomos ai momenti kur çajnë dhe nuk ndihen rehat. Ju faleminderit shumë për këto këshilla kaq të mira, të shpresojmë të takohemi për këshilla tjera dhe vetëm për të mira. Mundësinë e vërtetës.